Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, yaqulu al-haqq subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sadaqallahu al-'azim. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salata dhe salama qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamatli të nderuar, vëllezër musliman, motra muslimane. Sonte do të flasim për historinë e vulës së pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mësimet që nxjerrim prej saj, se çfarë virtyte apo veti ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është historia e fundit që e tregojmë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Pra është historia e Muhammedit a.s., pejgamberit të fundit, I cili u lind në Mekë ditën e hënë të Rabiul Awalit apo 20 prill 571 sipas vitit miladi. Babai I tij e ka pasur emrin Abdullah, ndërsa nana Emine. Muhamedi a.s. e ka pasur edhe gjyshin I cili është quajtur Abdul Muttalib dhe migjen Ebu Talibin. Babai I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Abdullahu, ka ndërruar jetë 2 muaj para lindjes së Muhammedit a.s. Arabët e kanë pasur traditë që fëmijët e tyre të vegjël të I dërgojnë në për fshatra ku është ajri më I pastër dhe ku gjuha është më e pastër e të folurit. Kështu veproi edhe nëna e Muhammedit a.s., Hazreti Eminia, e cila I dha djalin e vet, pra Muhammedin a.s., një gruaje me emrin e quajtur Halime prej fisit Benu Saad. Halimeja dhe burri I saj, Harithi, ishin shumë të varfër e pikërisht atë vit në mbar fisin Saad mbretëronte skamje dhe uri e madhe. Mirë po, kur në mesin e tyre erdhi Muhammedi a.s., për një kohë të shkurtër gjendja e tyre ndryshoi. Dhënt dhe dhit e tyre filluan të japin qumësht shumë më mirë se sa më parë. Hurmat filluan të japin më shumë frute. Shiu filloi të binte më shpesh, kullosat filluan të rriten më shumë, kështu që ata tashmë kishin çdo gjë. Duke parë këtë mrekulli, Harithi një ditë I tha gruas së vet: "Moj grua, ky fëmijë është fatbardh." 2 vjet më vonë, pra kur Muhamedi a.s. I mbushi 6 vjet, mbeti jetim. Mirë po, ai nuk mbeti I humbur. Pra se në moshën 6 vjeçare I vdes edhe nëna e tij Eminia. Kujdes, baba I ka vdek 2 muaj para se me lind Muhamedi a.s., ndërsa nona I ka vdek kur Muhamedi a.s. I ka pas 6 vite. Mirë po, ai nuk mbeti I humbur. Allahu xhalla shanuhu kujdeset për çdo kë, andaj u kujdes edhe për Muhammedin a.s., siç thuhet në Kur'anin familjar: "A nuk të gjeti ty jetim, e ai, pra Allahu, të bëri vend të dha për krahje." Kur Muhammedit a.s. I vdiq edhe nëna, e mori në mbikëqyrje gjyshi I tij Abdul Muttalibi, I cili e ka dashur shumë, aq shumë sa që
i kishte harruar fëmijët e tij dhe nipat e tjerë. Ai e ka dashur shumë, nga se qysh atëherë e ka vërejtë Muhamedi a.s. se ai kishte virtyte të veçanta dhe se i kishte ato virtyte të njerëzve të mëdhenj. Dhe shpeshherë për të thoshte, atë e pret një detyrë e madhe. Mirë po, me këtë çardhje, Abdul Mutalibi, gjyshi i tij, nuk arriti që ta përjetoj kohën e Muhamedit a.s. kur do të bëhej pejgamber dhe një personalitet i lartë, sepse edhe ai ndroi jetë apo vdiq kur Muhamedi a.s. i mbushi 8 vite. Kështu duke i lënë në mbikëqyrje të djalit të vet, pra Abdul Mutalibi, gjyshi, e la në mbikëqyrje të djalit të tij, Ebu Talibit, i cili njëkohësisht ishte edhe axha i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili edhe ky e ka dashur shumë, e ka ruajtur dhe është kujdesur për të deri kur është bë pejgamber i Allahut. Kështu që edhe pas kësaj ka qenë miku dhe mbrojtësi më i madh i tij. Axha i Muhamedit a.s. Ebu Talibi ka qenë tregtar, si edhe shumë arab tjerë të cilët kanë jetuar nëpër qytete, kështu që shpeshherë udhëtonte për tregti deri në Sham apo në Siri dhe e mirte me vete Muhamedit a.s. e kishte marrë me vete Muhamedit a.s. disa herë. Njëherë gjatë udhëtimit kthyen një manastir ku shërbente një prift me emrin Behira. Kur prifti e pa Muhamedit a.s. i tha Ebu Talibit, mik i dashur, mos e merr me vete këtë fëmijë në Sham, Siri, sepse si duket ky fëmijë do të jetë i dërguari i fundit i Zotit. Ky fëmijë i ka të gjitha shenjat e pejgamberllëkut që përshkruhen në librat e vjetra. Ky prift pra e këshilloi Ebu Talibin, axhin e pejgamberit a.s. që të mos e marr me vete Muhamedit a.s. në Siri, sepse mund të i ndodhë ndonjë e keqe. Ebu Talibi, me që e donte shumë Muhamedit a.s. dhe frikësohej se mos po i ndodh diçka nipit të tij, e shiti tërmallin aty dhe u kthye për në Mekë. Atëherë Muhamedi a.s. i kishte 12 vjet. Prej asaj dite Ebu Talibi ka filluar ta dojë dhe të kujdeset edhe më shumë për Muhamedin a.s. Në Mekë, Muhamedit a.s. dikur më vonë i avun ofiqin apo llaqabin El Emin, besnik i besueshëm i drejtë. Dhe këtë nofk, me thonë, këtë ofiq, e mori me rastin e Hajarul Aswadit, sepse në atë kohë arabët, fisi Kurejsh me fisi tjera, kishin vendosur me renovu Qabën. Dhe gjatë renovimit e largojnë Hajarul Aswadin, gurin e zi. Kur erdhi momenti për me vendos prap në vendin e vet, filluan ngrinjet se cili fis ta merr bajrakin me një farforme apo primatin për me vendos aty, sepse ishte një nder i veçantë. Në ato momente, përderisa po grindeshin se cili fis ta marr përsipër, thanë ai i cili hyn për filan nderës ka me vendos se kush do ta vendos gurin e zi në vendin e vet, pra në murët e Qabës. Edhe pa prit mas hyri Muhamedi a.s. i cili ende nuk ishte i dërguar, pra ende nuk ishte pejgamber. Dhe kur e pan Muhamedit a.s. të gjithë u pajtun se thanë ky është El Emin, është besnik, është i besueshëm, dhe si ta vendos ky, ashtu kemi me vepru sepse është i drejt El Emin. Dhe Muhamedi a.s. kur e kuptoi ngjarjen se për çka është ajo grindje, atëherë i tha, po kjo është punë shumë e lehtë.
dhe ata i kërkuan zgjidhjen. Muhamedi sa urdhëroi me prunë një, si me thonë, një çarshaf. Dhe e vendosën Hajarul Aswadin në atë mbulesë. Ma mirë për thomi mbulesë. Dhe tha, të gjithë fisët le ta kapin një çosh të mbulesës, ku ishte i vendosur guri i zi. Dhe le ta afrojnë te vendi ku ka mu vendos, dhe pejgamberi sa e shtyri gurin e zi dhe vendosi në vendin e vet, dhe kështu nuk erdhi deri te ndonjë dam më i madh apo ndonjë qysh dinin në atë kohë me shku edhe deri te vrasjet. Derisa ai ishte i tillë, arabët e tjerë jetonin një jetë shumë të shfrenuar. Nuk e besonin Allahun xhaleshanuhu, por i u faleshin idhujve, të cilët i ndërtonin vetë me duart e tyre. Pinin pije alkoolike dhe jetën e kalonin në lojë dhe papunësi. Kishin në rënd aq poshtë moralisht, sa që fëmijët, të cilat u lindin vajza, i vorosnin për së gjalli. Muhamedi alayhis në moshën 25 vjeçare u martua me Hazrat Hatixhen, e cila i lindi 2 djem, Kasimin dhe Abdullahun, dhe 4 vajza, Zeynepën, Rukijen, Kulthumën dhe Fatimën. Hazreti Hatixha e para ishte e cila e pranoi Islamin mbas Muhamedit alayhis salam, e cila në çastet më të rënda e ngushëllonte dhe e qetësonte. Andaj Muhamedi alayhis salam shumë e donte dhe pas vdekjes së saj shpesh herë edhe e përkujtonte. Muhamedi alayhis salam u bë pejgamber në moshën 40 vjeçare. Edhe para kësaj kohe kishte shenja të tilla dhe për këtë arsye vetmohej shpesh herë në shpellën Hira. Ai në prag të pejgamberllëkut e kishte traditë të largojnë nga Meka, pra dhe më shumë të vetmohej dhe të shkonte në shpellën Hira, ku e kalonte kohën në lutje dhe në përkushtim, në meditim, në devotshmëri. Në atë vend në muajin Ramazan, për herë të parë, i paraqitet Gjibrili, meleku Gjibril, dhe i asolli shpalljen e parë nga Allahu xhaleshanuhu, pra ajetet e para të suratul Alaq, lexo, mëso në emër të Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Në këtë mënyrë Muhamedi alayhis salam e pranoi urdhrin që të thërret në Islam, fshehurazi edhe atë vetëm të afërmit e vet. E para që pranoi fen Islami, siç e thamë edhe më herët, ishte Hazreti Hatixha, gruaja e tij. Mandej Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu, prej burrave, pastaj Aliu radiallahu anhu prej fëmijëve. E kështu me radhë Islami filloi të përhapet dhe muslimanët dita ditës gjithë e më tepër shtoheshin. Muhamedi sa ka thirrë në Islam fshehurazit 3 vjet. E pasaj i zbriti ajeti që haptas predikoje atë që të është urdhëruar. Atëherë filloi të thëras në Islam haptasi. Muhamedi alayhis salam kur filloi të thërret në Islam, mushrikëve kjo nuk u konvenonte dhe nuk u ju vinte mirë. Mushrikët pra pabesimtarët, ata që i bënin shirk Zotit, me padëshirë e dëgjonin atë se si u asulmonte fen e tyre, si i përgënjeshtronte, si i akuzonte dhe i gjykonte shtrembërimet e tyre. Mirë, po prapë se prapë ngushëlloheshin sepse nuk dilte haptazi për me bon një gjë të tillë. Por kur filloi Muhamedi alayhis salam që t'i ftoi pas 3 viteve haptas, pasi që erdhi urdhrin nga ana Allahu xhaleshanuhu që ta komunikoj shpalljen haptazi, atëherë plasi sherri. Atëherë u bë nomi i madh. Atëherë filluan nënçmimet fillimisht, filluan etiketimet, filluan
persekutimet. Mirë po, prapë se prapë Muhammedit a.s. Nuk i bënin asgjë sepse ishte në mbrojtjen e axhës së tij, Ebu Talibit. Por ata armiqsinë dhe dhunën e ushtronin mbi muslimanët tjerë të cilët ishin të pambrojtur. Këto sulme dita ditës shtoheshin dhe bëheshin të padurueshme dhe u detyruan një pjesë e muslimanëve që ta bëjnë shpërnguljen e parë për në Abisini e më vonë për në Medinë. Sulmet e pabesimtarëve mbi muslimanët nuk u ndalën asnjëherë, por përkundrazi bëheshin gjithnjë më të padurueshme, sidomos pas vdekjes së miqës së Muhamedit a.s. Ebu Talibit, dhe i cili e ka mbrojtur deri në vdekje nga pabesimtarët të njëjtin vit. Pak para vdekjes së Ebu Talibit i vdiq edhe bashkëshortja e tij, Hazreti Hatixha, e cila edhe ajo e kishte mbështetur jashtëmos së Muhamedit a.s. Saqë Muhamedi a.s. atë vit u dëshpëru dhe ky vit është quajtur viti i dëshpërimit. Mbas vdekjes së Ebu Talibit, Muhamedi a.s. e pa se nuk mund të qëndrojë më në Mekë, andaj vendosi që së bashku me muslimanët e tjerë të shpërngulen për në Medinë, ku pjesa më e madhe e muslimanëve veç se ishin shpërngulur, dhe ku ndërsa Muhamedi a.s. u shpërngul si ka fundi edhe së bashku me Ebu Bekrin, ku Islami tashmë ishte përhapur dhe ishte forcuar mjaft atje në Medinë. Kjo shpërngulje e Muhamedit a.s. prej Mekës në Medinë quhet hijret. Prej kësaj date të rëndësishme, muslimanët e llogaritin kalendarin e tyre hijri, pra sipas cikleve të hanës. I pari i cili ka futur në funksion është Omer ibn al-Khattabi. Pas hijretit, për një kohë të shkurtër, e gjithë Medineja me rrethinën e saj pranuan Islamin. Mirë po, pabesimtarët as në Medinë nuk e lanë të qetë Muhamedit a.s. dhe shokët e tij, por edhe më tej e sulmonin, kështu që në mesin e muslimanëve dhe pabesimtarëve zhvillohej një luftë reale dhe e paparë. Muslimanët në krye me pejgamberin a.s. me ndihmën e Allahut xhaleshanuhu gjithmonë dilnin nga ndihmtar, fitues. Feja islame, përkundër dëshirës së pabesimtarëve, gjithnjë e më shumë përhapej dhe forcohej, dhe muslimanët dita ditës gjithnjë e më shumë shtoheshin. Pabesimtarët e panë se ishte e kotë të luftohet me ta, ndaj muslimanët pa kurfar rezistence më vonë e morën edhe Mekën apo e bën çlirimin e Mekës. Kur pejgamberi i Allahut me shokët e tij hyri në Mekë, Mekasit të cilët ende nuk e kishin pranuar Islamin, të friksuar pritnin se çka do të ndodhë me ta. Mirë po Muhamedi a.s. kur erdhi ju drejtua atyre dhe u tha: "Vallë, ç'mendoni? Gjë të bëj unë me ju tash?" Ata i thanë: "Ne prej teje presim vetëm mirë, unë jeni fisnik." Pejgamberi sa vazhdoi dhe tha: "Sot unë po u a them juve atë çka ju tha Jusufi a.s. vëllezërve të vet. Unë do të kërkoj nga Zoti im faljen tuaj, ai le t'u fal, ai është mëshirues." Kur pabesimtarët e panë se Muhamedi a.s. sillet aq mirë ndaj tyre, të gjithë pranuan Islamin dhe u bën shokët e tij. Sikur të gjithë muslimanët e tjerë, edhe pse u çlirua Mekka, që ishte vendlindja e Muhamedit a.s. Muhamedi a.s. nuk qëndroi aty. Por
për t'ju falëndëruar medinasve, të cilët në çastet më të vështira e pranuan, kur i kishte çastet më të vështira të jetës së tij, ata e pranuan në Medinë. Muhamedi përsëri u kthye në Medinë. Vitin e 10 Hijri, Muhamedi a.s. erdhi për herë të fundit në Mekë që ta bëj haxhin, i cili edhe quhet haxhi lamtumirës. Këtu pejgamberi i Allahut më së miri e shikonte suksesin e punës së vet dhe me kënaqësinë më të madhe shikonte para vetes mija e mija musliman, të cilët për herë të fundit i këshillonte të ndjekin rrugën e Allahut xhalla shanuhu, rrugën e mirëkuptimit, rrugën e ndihmës që duhet me dhënë njëri tjetrit. Gjithashtu i këshillonte që të largohen armiqësive, rrenave dhe veprave të tjera të këqija, të cilat i ka ndaluar Kur'ani. Pas kësaj i pyeti të pranishmit se a e ka kryer plotësisht detyrën e vet, në çka ju përgjigjen me qindra mijëra zëra, po, o i dërguari i Zotit. Në atë rast u lexoi edhe ajetin e fundit të Kur'anit, sepse pas këtij ajeti kuranor më nuk ka zbrit vahi, e që ky ajet kuranor është i kaptinës El-Maide, ajeti 3, sot juve ua kam përsosur fen tuaj. Plotësova dhuntin time ndaj jush, dhe jam i kënaqur që Islami të jetë fe e juaj. Shumë musliman e pan se së shpejti do të ndahet pejgamberi i tyre dhe i yni nga kjo jetë. Dhe ashtu ndodhi. Muhamedi a.s. pas një sëmundje të shkurtër, kaloi në botën më të mirë, në botën e ahiretit, në moshën 63 vjeçare, në vitin e 11 Hijri, me 8 qershor të vitit 632 miladi. Vetit e Muhammedit a.s. Muhammedi a.s. e tërë jeta e tij është me veti të çmuara dhe është shëmbulltyr për të marrë shembull. Dhe ne këtu shumë pak do të themi rreth vetive të tij. Të gjithë të dërguarit Allahut xhalla shanuhu kanë pasur veti të përsosura trupore dhe shpirtërore. Muhamedi a.s. pejgamberi i fundit dhe vula e pejgamberisë dhe më i dashur i Allahut xhalla shanuhu, gjithashtu është dalluar me sifate të bukura dhe të përsosura trupore dhe shpirtërore. Sahabët, shokët e Muhamedit a.s. të cilët kanë jetuar me të, siç ka qenë për shembull Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu e kështu me radhë, tregojnë se Muhamedi a.s. ka qenë me trup mesatar, me fytyrë të qelë e pak zeshkan, me sy të zi e të mëdhenj, me vetulla të holla e të gjata, me madhësi mesatare të gojës, prej të cilës shpesh shkëlqenin si margaritar dhëmbët e tij të bardhë dhe pak të rrallë, me hund të drejtë në mes pak të ngritur, me ballë të lartë, me flokë të gjata e pak të thyera kaqurrela, me mjekër të shpesht dhe të zezë, me qafë të gjatë dhe të bardhë, me gjoks të gjerë, me muskuj të fortë, të shumë të fuqishëm, me krah të gjatë e pëllëm të gjëra, me tabane të fortë, me lëkurë, mjaft të limuar dhe të butë. Të gjitha shqisat trupore i ka pasur jashtë zakonisht të zhvilluara. E dëgjonte zërin shumë larg, po ashtu e ka pasur mjaft të zhvilluar të pamurit. Mirë i dallonte gjërat e imta prej shumë larg. I shihte disa yje që të tjerët vështirë se i shihnin. Zërin
Gjithashtu e ka pasur të fortë dhe të këndshëm. Kjo posaçërisht vërehej kur lexonte Kur'anin me zë. Gjithmonë duke i lumtur dhe fytyrë qeshur, me çdo kë ishte i njerëzishëm, kishte njerëzillak. Për të ishin plotësisht të barabartë i pasuri dhe i varfëri. Fjalimin e çdo kujt mirë e dëgjonte dhe nevojën çdo kujt ia plotësonte. Posaçërisht me të varfërit dhe të dobtit sillej shumë mirë dhe gjithmonë i mbronte dhe i ndihmonte. Asgjë nuk mund të krahasohet me bujarinë dhe fisnikërinë e tij. Gjabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu thot: Shumë ju kanë ndihmuar të varfërve në muajin Ramazan, kur e takonte dikë, jepte i pari selam, bile edhe fëmijëve të vegjël. Fliste ngadalë, rrjedhshëm dhe kuptueshëm, kështu që fjalimin e tij mund ta kuptoj dhe ta mbaj mend çdo njeri që ndodhej aty. Asnjëherë nuk bisedonte për gjëra të kota, gjithmonë bisedonte për atë që është e dobishme për të pranishmit, si për në këtë botë, po edhe si për në ahiret. I këtill ishte pejgamberi i fundit i Allahu xhalla shanu, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Allahu xhalla shanu na urdhëron në Kur'an që atë ta marrim shembull dhe thot: Padyshim ju në të dërguarin e Zotit keni shembullin më të mirë. Andaj, vëllezër të dashur, pejgamberin ton ta marrim shembull për çdo gjë. Të punojmë atë çka na ka urdhëruar. Me shpresë më shpesh të i dërgojmë atij salavate, në këtë mënyrë do të bëhemi muslimanët dhe muslimanet më të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.